Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me lajmet më të fundit në fakt për ju, për të ndarë momente interesante, për të ndarë pjesë nga çifti më i dashur i juaj, Selimbo. Selina dhe Gimbo, pasi që më keni kërkuar shumë o Tyron pse nuk e komenton Selinën, o Tyron pse nuk flet për Selinën, ja tani po u flas. Selina dhe Gimbo kanë bërë një udhtim të jashtëzakonshëm, udhtim që do të mbetet në kujtimet e tyre më të bukura. Sepse kujtime në jetën tonë janë të gjitha, me thënë edhe dita që e kaluam dje, edhe momenti që e kaluam dje, por kur janë pak më të veçanta, kur janë pak më të shënjestruara, mbeten kujtime më të bukura, mbeten kujtime më me forcë, mbeten kujtime më me dashuri. Dhe në këtë rast, do me thënë Selimbo, janë duke jetuar një nga çastet dhe momentet më interesante. Ato kanë postuar së fundmi një set fotografik që në fakt e kanë nxjerrë edhe Selina në rrjetin e saj social Instagram, që është shumë falendëruese që Zoti solli të gjitha këto të mira, realisht Selinës ja solli, sepse Selina që nga momenti i përfundimit të Big Brotherit ka shijuar momente fantastike, ka jetuar dashurinë e publikut, ka ikur ka takuar të jatin, ka ikur me Gimbo në pushime, do me thënë ka patur një muaj të mbushur me surpriza që realisht para Big Brotherit edhe nuk i kishte dhe ndoshta mund të ishte pak në mendime, mund të mos ndjeshte realizuar e gjëra të tilla. Në këtë rast, Selina ka dashur që momentin e saj të veçantë, momentin e saj të bukur, momentin e saj unik, momentin e saj fisnik, ta ndaj me të gjithë publikun shqiptar dhe të na falë ne një adrenalin të jashtëzakonshme. Një pushim tepër i bukur, e kemi parë, do me thënë me ushqim luksos, me hotel të jetë luksos, komoditeti në maksimum, pishina para këmbëve, do me thënë çifti janë argëtuar pafund dhe kanë shijuar momentin. Kjo e cila edhe konfirmoi edhe një herë marrëdhënien të jashtëzakonshme që ky çift ka me njëri tjetrin. Selina dhe Gimbo ka një marrëdhënie të mrekullueshme. Ato të dy kalojnë bukur me njëri tjetrin, i japin energji të bukur njëri tjetrit, e shijojnë dashurinë me njëri tjetrin dhe i kënaqen këtij momenti duke e jetuar këtë çast. Ato kanë kthyer, do me thënë janë në Shqipëri, Selina tashmë po projekton projektet e radhës se çfarë do të bëj, me patjetër se duhet marrë me diçka që ta ketë publikun e saj afër, ndërsa Gimbo është duke përgatitur projektin të cilin e realizoi me Selin, ku së shpejti do të na e sjellin në kanalin zyrtar të DJ Gimbo. Do me thënë është kënga DJ, një këngë e cila është e kënduar, por gjithsesi ato manifestuan, nga që Selina ishte njëri që manifestonte sukseset nga më herët, ato manifestuan sukseset e tyre dhe e jetuan këtë çast në këtë pushim të bukur që na sollën edhe në rrjetet sociale.